Kategorizimi i qytetarëve si rezident dhe jo rezident është cilësuar si jo kushtetues nga gjykata kushtetuese e vendit, një nismë iniciuar nga deputeti Skender Recep Zeidi. Kushtetuesia ka shfrytëzuar disa pjesë të metodologjisë përdorur gjatë regjistrimit të popullsisë të vitit 2021, duke konstatuar se ndarja e realizuar nga enti shtetëror i statistikave nuk është në përputhje me sundimin e ligjit, që është një nga vlerat themelore të rendit kushtetues. Gjykata konstatoi gjithashtu se drejtori i entit i ka tejkaluar kompetenca duke kryer kategorizimin e popullsisë në rezident dhe jo rezident me akte nënligjore, pa pasur autorizim ligjor për ta bërë këtë. Nga gjykata kushtetuese sqarojnë se duke pasur parasysh se bëhet fjalë për vendim shfuqizues dhe jo anulues, vendimi do të hyjë në fuqi nga momenti kur të publikohet në gazetën zyrtare, por nuk do të ketë efekt retroaktiv, që do të thotë se nuk do të prek regjistrimin tashmë të kryer në vitin 2021. Ndërkohë, ka reaguar kryetari i Partisë Populli, Skender Recepi, i cili ka theksuar se gjykata e rrëzoi ndarjen absurde e diskriminuese të qytetarëve në rezident dhe jo rezident. Ky vendim historik erdhi si rezultati një iniciative që ne dërguam në gjykatën kushtetuese, duke kundërshtuar ndarjen e padrejtë që e fshinte diasporën nga trupi i kombit. Vendimi është i qartë, këto ndarje nuk do të lejohen më në të ardhmen. Kjo është fitore e diasporës. Askush më nuk ka të drejtë të ju cilësoj si qytetar të dorës së dytë. Askush nuk mund të ju përjashtoj me metoda teknike e mashtrime statistike. Zeidi ka shkruar se e drejta e fituar sot është një precedent për çdo betejë në të nesërmën.